Shpallja e vendimit të gjykatës kushtetuese, Sefte u shoqërua me fishekzjarret e shtrenjta që u plasën përtej dritarëve të ambienteve ku kryebashkiaku qëndron me mas sigurie. Kur avokatucët e lëshuar studiove nga Sokol Sadushi po shtynin mbi gjithë ata që Sadushi dhe jo Erion Veliaj paracaktonte si kundërshtar të tij, Rama orientonte përqendrimin e sulmeve kundër dekretit të presidentit. Në këtë gjuruldi, ku secili zgjidhte jo temën, por kë kishte inat e me që i rasti e sulmonte, Erion Veliaj nuk kishte protagonist. Ndryshe nga 81% e shqiptarëve, mes tyre ka me siguri shumë që ankimojnë masën në regjim paraburgimi si Veliaj. Sokol Sadushi zgjodhi që Erion Veliaj t'ia certifikonte masën e sigurisë me burg me vendim të gjykatës së lartë. Kur orientoi Fatmir Xhafën dhe avokatët e Veliajt drejt depozitimit të ankimimit kundër shkarkimit në gjykatën kushtetuese dhe jo atë administrative, Sokol Sadushi nuk po mendonte për hallin e Erion Veliajt. Gjykata administrative është sjell rregullisht si vasale e Sokol Sadushit. Në rastin e konfliktit me Naureda Llagamin, Sokol Sadushi e shkruajti vetë vendimin e asaj gjykate kundra Llagamit. Sokol Sadushi e ka dhe e shpall si krenari profesionale ndikimin mbi gjykatën administrative. Sadushi nuk ndalet pa e treguar me gisht sa herë që e bën. Atëherë pse vendimin e Këshillit të Ministrave e devijoi drejt gjykatës kushtetuese? Një vendim i gjykatës administrative do të mund të përfundonte në rast ankimimi në gjykatën e Sadushit të lartë, tek gjykata që e la në burg Veliajn, tek tavolina e Sokol Sadushit pra. Do i takonte prap Sadushit që ta linte të shkarkuar Veliajn siç e la në burg. Me shumë gjas po, Sadushi ka lindur ditën e skuthave dhe kjo ditë është ditë e preferuar që shumë si Sadushi zgjedhin të dalin në dritë. Njohësi i termit forum shopping kur shkruan ankimimet kundër Llagamit, përdori skemën forum shopping ku orientoi avokatët e Veliajt të drejt gjykatës kushtetuese. Sokol Sadushin nuk e ha meraku për Erion Veliajn, nuk i dhimbset fare Erioni, aq më pak i dhimbset Fatmir Xhafës. Na rezulton se në betejën për vendimin e Këshillit të Ministrave, Sokol Sadushi u investua maksimalisht me çdo mjet dhe premtim për karrierë, me çdo gatishmëri për çdo hall të secilit antar të gjykatës kushtetuese që do vononte për atë tekst që do shkruante Sadushi për gjithë jetën. Dispozita që u përdor për shkarkimin e Erion Veliajt tani më është bërë qesharake nga vendimi i 5 lolove të Sadushit në gjykatën kushtetuese. Pak gjasa ka që ajo dispozit të përdoret ndonjëherë sërish, që kur është miratuar, i rasti të përdoret veç për Veliajn, një herë në 20 vjet. Kurse dyshja Sadushi Xhafaj me konfliktin Rama Veliaj ishin thjesht duke matur forcat. Janë thjesht duke i treguar Ramës që kontrollojnë sistemin, që ka në dorë edhe burgun e Ramës nëse vjen dita. Nuk po luanin kaq fort për Veliajn. Erion Veliaj është thjesht një kavje e shëndetshme, e denjë për testet e dyshës Sadushi Xhafaj që shijuan edhe fishekzjarret. Ndryshimi është që Veliaj i pa nga ana tjetër e dritares.